Babai dhe vajza. Vajza. Babi, a të ka rënë në sy që në Instagram shumë vajza duken pothuajse njësoj? Babai, po. Është sikur rrjetet sociale fillimisht krijuan një model të vetëm bukurie, pastaj i bindën të gjithë ta ndjekin. Dhe pa e kuptuar, shumë njerëz filluan të besojnë se vetëm ajo fytyrë është e bukur. Vajza. Dikur thuaj se fytyra tregon shpirtin e njeriut. Babai, pikërisht. Sot, paradoksi është i çuditshëm. Ka kaq shumë njerëz të bukur, por gjithnjë e më pak fytyra që të prekin zemrën. Të gjithë duken perfekt, por pak prej tyre duken të vërtet. Vajza, pse ndodh kjo? Babai, sepse botoksi i mbush operacionet estetike, filtrat dhe tani edhe inteligjenca artificiale po e largojnë fytyrën nga personi. E kur fytyra ndahet nga njeriu, rrezikon të ndahet edhe nga shpirti. Vajza. Dhe këtë e shohim çdo ditë në telefon. Babai, çdo ditë. Fillon me një ndryshim të vogël. Hunda, buzët, mollzat, nofulla. Pastaj një tjetër. Në fund, nuk është më pyetja kush je, por sa i ngjan modelit që promovon algoritmi. Vajza, po shqiptarët. Edhe këtu po ndodh, babai, sigurisht. Sot mjafton të hysh në një klinikë estetike në Tiranë apo Prishtinë. Shumë vajza kërkojnë të njëjtat buzë, të njëjtat mollza, të njëjtën fytyrë që kanë parë në rrjetet sociale. Vajza. Pra, algoritmi po vendos si duhet të dukemi. Babai. Në një farë mënyre, po. Dikur njerëzit kopjonin aktorët e filmave. Sot kopjojnë filtrat. Vajza. Kam dëgjuar që edhe vajzat shumë të reja po bëjnë botox. Babai. Fatkeqësisht po. Shumë adoleshente nuk e shohin më plakjen si një proces normal. U është krijuar ideja se çdo rrudhë është një problem që duhet zhdukur sa më herët. Vajza. Po kështu ndryshon edhe ideja jon për rinin. Babai, pikërisht. Nëse fytyra e një vajze 18 vjeçare duket si e retushuar nga kompjuteri, atëherë çfarë do të quajmë natyrale? Vajza. Po djemt, babai. Edhe ata nuk kanë shpëtuar. Tani flasim për këndin e nofullës, mjekrën ideale, raportin e fytyrës, gjatësinë e mjekrës, sikur njeriu të ishte një formulë matematike. Vajza. Më duket sikur të gjithë po matin veten me vizore. Babai. Dhe harrojnë gjën më të rëndësishme. Dikur njerëzit përpiqeshin të dukeshin më tërheqës për t'u afruar me njëri tjetrin. Sot shumë veta përpiqen të duken perfekt vetëm për të marrë pëlqime nga njerëz që nuk do t'i takojnë kurrë. Vajza. Pra, nuk kërkojnë më afërsi, por vëmendje. Babai, pikërisht. Ekrani ka zëvendësuar përqafimin. Pëlqimi ka zëvendësuar lidhjen njerëzore. Vajza. Çfarë do të ndodh kur inteligjenca artificiale të vendosë se çfarë është bukuria? Babai. Atëherë rrezikojmë të harrojmë se bukuria nuk është simetria e fytyrës. Është mënyra si buzëqesh, si flet, si sheh dikë në sy, si sillet zemra jote. Vajza. Atëherë bukuria e vërtet nuk mund të krijohet nga një algoritëm. Babai, jo. Algoritmi mund të kopjojë fytyrën, por nuk mund të krijojë shpirtin. Dhe pa shpirt, edhe fytyra më perfekte mbetet vetëm një maskë.